Besimtarët e Krishterë kanë kremtuar sot ditën e ujit të bekuar, e njohur ndryshe si Epifania, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit fetar. Në katedralen Shën Shtefni në Shkodër, mesha e shenjtë u kremtua nga arkipeqvi metropolit i Shkodër Pultim Zot Giovanni Peragine. Gjatë ceremonisë ai kreu ritin e bekimit të madh të ujit, duke theksuar domethënien shpirtërore të kësaj dite për mbar besimtarët. Në këtë kremtim, bekimi i ujit na kthen të epifania jonë personale. Kemi bekuar ujë, që është shenjë e pagëzimit, edhe mbi secilit prej nesh, ditën e pagëzimit ka ndriçuar një hyllë. Në atë ujë, ne jemi bërë bitë të hytë, dritë për botën. E atëherë, duke quar këtë ujë në shtëpitë tona, jemi të ftuar të kujtojmë kush jemi. Jemi njerëz të kushtuar Zotit. Jemi njerëz të shëruar përjetësisht nga dashuria e Tij. Ky është simbolin e ujit që kemi bekuar e do ta çojmë në shtëpi. Jemi njerëz të pagzuar, do me thënë të bashkuar me jetën e Krishtit, e këtë jetë ne do ta dëshmojmë edhe të tjerëve. Takohemi me Zotin, po do të lejojmë që Zoti të ndryshojë jetën tonë. Kjo është festa që kremtojmë sot. Është festa e dëshirave të rindeshura, festa e një takim që ndryshon jetën. Vëllezër e motra, ti lutemi Zotit që ky ujë i bekuar ta ringjallë në ne hirin e pagëzimit, ta rindezë dëshirën për ta kërkuar çdo ditë dhe të na bëjë si dietarët, burra dhe gra në ecje, adhurues të vërtetë dhe dëshmitar të besueshëm të Krishtit, dritë e kombeve. Dita e ujit të bekuar përkujton pagëzimin e Jezu Krishtit nga Gjon Pagëzori në ujërat e lumit Jordan, moment që simbolizon shfaqjen e Trinisë së Shenjtë, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Një nga tiparet kryesore të kësaj feste është bekimi i ujit, ritual që në traditën e krishterë përfaqëson pastrimin dhe ndriçimin shpirtëror të besimtarëve.